Përshëndetje miq të VIP Magazin, jemi këtu në podcastin me avokatin. Kemi të ftuar, si gjithmonë, avokatin Eduard Mullaraj. Zoti Mullaraj, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Avokat, do të diskutojmë sot një temë mjaft e rëndësishme që ka të bëjë me privilegjet e deputetëve. Sot doli që disa deputet edhe kuponin e pasaportës diplomatike e kanë marrë, po themi, nga buxheti i shtetit shumën për cilën ata e kanë paguar këtë kupon. Po ashtu, disa deputet marrin pagesë për qiranë e banesës, të cilët nuk jetojnë në Tiranë. Si e gjykoni këto po themi, këto shpërblime ndaj deputetëve? Unë do ta filloja pak më ndryshe për mendimin tim, sepse shteti është një qenie njerëzore. Është një institucion me qenie njerëzore. Dhe ky shtet është i gjithëve. Mënyra se si drejtohet shteti drejtohet nga institucionet të caktuara, të cilat në kohën sot organizohen me parti politike. Duke parë këtë listë, ashtu siç e përmendët dhe ju, me marrjen dhe me rimbursimin e pasaportave, është një gjë që të vë duart në kokë. Pse vë duart në kokë dhe kaq të papritur janë këta deputet ose këta përfaqësues të popullit që kur vjen në fushat mishërojnë për popullin, bëjnë be e rufe për popullin dhe kur vjen puna për xhepin e tyre pastaj vërtetohet mjaft mirë që kërkojnë të marrin beneficit, edhe atë beneficin më të vogël që mund të ketë shteti, vetëm për ta boshatur sa të jetë mundur arkën e shtetit. Kjo është e para dhe papjekuria e shoqërisë tonë. E dyta ka të bëjë me përzgjedhjen që klasa politike i vën në listë ta deputet. Këta nuk janë të transferuar me punë. Këta janë të zgjedhur. Dhe si zgjedhur nga populli të bësh edhe sakrifica me qëllim që të rrisësh mirëqenien dhe ekonominë dhe të forcosh ekonominë e këtij vendi dhe këtij populli. Por duke patur parasysh që të rimbursosh një pasaportë diplomatike dhe pasaportë shërbimi ose pasaportë personale, është mjaft e turpshme, do thosha, sepse çdo lloj qytetari vete në arkën e postës dhe blen një kupon duke qenë edhe i varfër. E ble kupon që të vejë televizi të takoj fëmijët e tij jashtë vendit. Ndërkohë që këta lloj deputetës e përdorin këtë lloj pasaporte për të vajtur edhe për nevojat e tyre personale jashtë shtetit. Kjo është e turpshme dhe akoma më e turpshme është kur rimbursojnë edhe për çështjen e karburantit ose për çështjen e qirave të shtëpive. Ta deputet të cilët kërkojnë të marrin dhe bonusin e qirave të shtëpisë, është akoma e turpshme se tregon akoma të vjedhjen, mbakutërinë, papjekurinë, e kërcin egon e tyre, dhe duke vërtetuar mjaft mirë që këta nuk kanë ardhur për të mirën e popullit dhe të kombit, por këta kanë ardhur për të pasuruar për veten e tyre. Pse e them këtë? Sepse në kohën e parë nëse do vije me shërbim në shteti të rimbursonte për një periudhë të shkurtër se kishte nevojë për ty dhe të jepte shtëpi. Ndërkohë sot shikojmë të gjitha që janë të zgjedhur nga populli që e kanë lënë vendin e tyre, qytetin e tyre dhe kanë ardhur dhe janë përqendruar në Tiranë. Ndërkohë që janë përqendruar në Tiranë, kanë bler shtëpi, kërkojnë edhe qiranën e shtëpisë. Kjo vërtetohet mjaft mirë, po çofësh që nga kryetari i kuvendit, që nga Niko Peleshi, i cili merr një bonus qiraje, po mendohet sa vite ka deputet Niko Peleshi, dhe të mendosh që për gjithë periudhë kohore që nga 2013 deri sot, Niko Peleshi merr qira mujore, bonus qiraje për strehimin e tij, merr bonus për karburantin, merr për telefonin, merr për pasaportën, merr për gjithçka. Ashtu siç merr dhe Zeqine, e cila është e fundit të listë sot,
ka arritur dhe zgjedhënia që të marrë jo vetëm pasaportë shërbimi, por të marrë edhe bonus për qiran mujore të saj. Se çfarë i duhet ky bonus qiraje CGN-s ose të gjithë të tjerëve me radhë, duke filluar ke Klevis Badiu, imagjinoj Klevis Badiu me shtëpi në Tiranë, merr dhe bonus qiraje. Kjo është mjaft e turpshme. Kjo tregon që duhet një reformim tërësor i gjithë klasës politike tonë, për çka se këta përbetohen se janë njerëz dhe burra të kombit dhe janë të ndershëm. Është turp të thuash dhe kjo do ngritur me forcë edhe në protestat që bëhen ndaj këtyre qytetarëve për të vërtetuar mjaft mirë që këta nuk janë të ndershëm. Për ta një grup të babziturish, hajdutësh, të cilët duan me çdo mos ta shkatrojnë të vend, të vjedhin të gjithë pasurinë e këtij vendi dhe të pasurojnë për veten e tyre. Zoti Mullare, çfarë kuptimi ka që po themi si që përmendë dhe ju Zegjine Çaushi të marrë qera për banesë nga Kuvendi i Shqipërisë në një kohë ku ajo është e zgjedhur e qarku të Fier dhe si e zgjedhur e qarku të Fier, ajo duhet të qëndrojë po themi në qytetin e Fierit. Plus që seansa parlamentare janë një herë në javë dhe komisionet ndoshta 2 herë në javë. Pra ja ku është Fieri, pse duhet që ti të paguash 350 euro kur edhe merr dhe karburant? E thash pak përpara që këta janë një klasë politike e gjitha kanë vetëm për të vjedhur dhe për shkatruar ekonominë dhe buxhetin e shtetit. Këta nuk, jo vetëm që s'duhet marrin bonus qiraje, po këta duhet që të ikin me mjetet publike që janë si që janë autobusët, ashtu si që ikën gjithë shoqëria shqiptare që lëvizte për transportin publik. Ju e thotë me drejt që seancat gjyqësore janë vetëm një në javë. Dhe në seancë gjyqësore mund të qëndrosh, Seancë parlamentare. mund të flasësh, Seancat seancat plenare, po më fal. Seancat plenare janë vetëm një në javë dhe në seancën plenare që mbaron vetëm në një rast të veçantë mund të qëndrosh në hotel, po jo gjithë muaj. Kush ka nevojë për të gjithë këta lloj deputetësh, të cilët janë deputetë të zonave të ndryshme të vendit të Shqipërisë dhe kanë ardhur në Tiranë dhe marrin bonus qiraje për 30 ditë e muajit. Kjo është mjaft e turpshme. Por kjo do ngritur dhe do kërkuar, por deri sot ne nuk kemi asnjë lloj deputeti të pastër, të ndershëm dhe revolucionar në Parlamentin shqiptar, i cili të ngrihet dhe të kërkojë ndryshimin e legjislacionit. Të ndërpritet një herë mirë që është ky bonus qiraje, bonus karburanti, bonus për telefone, bonus për pasaporta diplomatike, shërbimi ose pasaporta personale që i marrin duke mos cënuar. Ndërkohë që rrogën e kanë mjaft të majme deputetët dhe pse janë të zgjedhur të popullit dhe përbetohen për këtë vend, ata marrin një rrogë mjaft majme e cila në raport me të gjithë intelektualët të tjerë është mjaft të lartë, që ato 2250 euro në muaj duke mos llogaritur asnjë lloj benefici tjetër, është e kënaqshme për një qytetar ose për një intelektual i cili mund t'i japi shoqërisë. Por këta lloj deputetësh që janë parlamenti shqiptar, këta kanë ardhur në këtë parlament vetëm për të shkatruar të gjithë financat dhe buxhetin e shtetit. Dhe kjo ka të bëjë me atë parti politike e cila drejton këtë vend, e cila sot i kanë plasur skandalet njëra mas tjetrës dhe vërteton mjaft mirë që këta pas kanë ardhur në pushtet vetëm për të vjedhur dhe jo për të rigritur shtetin. Këta kanë ardhur për ta shkatruar këtë vend dhe jo për ta ngritur këtë vend, sepse nuk ka si ndodh ndryshe që ministri i financave të shohë buxhetin dhe kur pensionistët marrin nga 100.000 lekë në muaj, ngrihen të gjitha lloj deputetësh dhe marrin edhe bonus qiraje nga 300 euro, 400 euro, 350 euro në muaj, ndërkohë që nuk kanë nevojë shteti për këta njerëz të qëndrojnë në Tiranë gjatë gjithë muajit ose gjatë 30 ditëve të muajit, sepse çfarë bëjnë gjatë muajit? Atëherë këta bëjnë shërbime të ndryshme personale dhe vjedh shtetin.
abuzojnë me fondet e shtetit. Nuk i maturon ministri financave të gjitha deputetët dhe të thotë ku i gjen buxheti i shtetit gjithë lekë që i jep këtyre gratis, dhe pse ta bëj punë private dhe personale gjatë gjithë muajit përveç atyre 4-5 ditëve që janë në shërbim të parlamentit shqiptar. Avokat, faleminderit shumë për mundësinë që na dha për këtë Faleminderit intervistë. juve.